Të enjtën, Parlamenti i Kosovës ka ftuar në interpelancë kryeministrin e vendit Hashim Thaçi rreth bisedimeve ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, raundi i ri të cilave pritet gjatë këtij muaji. Kjo ftesë pasoi kërkesën e lëvizjes vetëvendosje, e cila ka bërë thirrje për të dhënë fund bisedimeve me Serbinë, që sipas kësaj partie janë në dëm të Kosovës. Gjatë këtij muaji pritet që përfaqësuesi i Bashkimit Evropian në bisedime, diplomati britanik Robert Cooper, të paraqes delegacioneve të Prishtinës dhe Beogradit një kuadër të një marrëveshje që ka të bëjë me telekomunikacionin, energjinë dhe lëvizjen e lirë, tema këto që janë shtruar tashmë në bisedime ndërmjet të dyja palëve. Zoti Cooper, që përfaqëson zyrën e përfaqësuesës së lartë të Bashkimit Evropian për politikë të jashtme dhe siguri Catherine Ashton, pritet që këtë çështje ta diskutojë me të dyja palët në Prishtinë dhe Beograd, ndërsa dokumenti kornizë të shtrohet në raundin e 4 të bisedimeve. Përfaqësuesit e të dyja palëve pritet të shpeshtojnë takimet në muajt që vijnë dhe diplomatët ndërkombëtar shpresojnë afrimin e të dyja palëve dhe shkrirjen e marrëdhënieve të ngrira për shkak të refuzimit të Serbisë që të njeh pavarësinë e Kosovës, të cilën deri tash e ka njohur 75 vende të botës. Në Prishtinë opozita thotë se bisedimet janë në favor të Serbisë dhe Kosova nuk do të ketë asnjë përfitim prej tyre në këtë periudhë kur Beogradi refuzon ta njeh pavarësinë e Kosovës dhe kontrollon një pjesë të territorit të saj me strukturat paralele. Por udhëhecit e qeverisë besojnë se fundi i bisedimeve do të shënojë edhe një hap drejt forcimit të paqes në rajon. Paralajmërimet e autoriteteve ndërkombëtare se edhe çështjet e hapura siç janë ato në veriun e Kosovës do të jenë pjesë e këtyre bisedimeve dhe se gjendja atje nuk mund të zgjidhet pa një marrëveshje politike, nxiti reagime dhe kundërreagime të autoriteteve vendase dhe atyre të misionit të Bashkimit Evropian për sundimin e ligjit. Përplasjet ishin më të theksuara rreth gjykatave në veriun e Kosovës, ku që nga shpallja e pavarësisë nuk punojnë gjykatësit vendas, si dhe funksionimin e strukturave paralele të mbështetura nga Beogradi. Qasja ndaj veriut të Kosovës ka nxitur një gjumë më të ashpër të komunikimit ndërmjet qeverisë së Kosovës dhe EULEX-it, i cili u kritikua nga zyrtarët e qeverisë për, siç thuhet, mospërmbushje të detyrave që dalin nga mandati i tij. Zyrtarët e të dyja palëve thanë se qëndrimet e ndryshme nuk do të dëmtojnë marrëdhënien ndërmjet qeverisë dhe EULEX-it dhe do të vazhdojë puna e përbashkët për vendosjen e sundimit të ligjit në Kosovë. E çështja e këtij sundimi të premtëm pritet të jetë temë debateve në Parlamentin e Kosovës. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.